Tregjet ndërkombëtare mund të përballen me një rritje të ndjeshme të çmimit të naftës, ku tensionet mes SBA-s, Izraelit dhe Iranit kanë çuar në rritje të ndjeshme të naftës dhe luhati të forta në bursat kryesore. Sipas Financial Times dhe Reuters, çmimi i naftës Brent u rrit mbi 18% gjatë 10 ditëve të fundit, duke arritur në afro $79 për fuqi, niveli më i lartë që nga janari 2025. Investitorët dhe tregtarët janë vënë në alarm nga mundësia e ndërprerjeve të furnizimit me naftë përmes ngushticës së Hormuzit, një nga pikat më kritike të tranzitit të naftës në botë. Ndërkohë që presidenti amerikan Donald Trump e ka shpathur si të suksesshme goditën ndaj kapaciteteve bërthamore të Iranit, reagimi i Teheranit mbetet i paqartë dhe çdo përshkallëzim mund të rrisë çmimin e naftës në mbi $100 për fuqi, sipas vlerësimeve të Oxford Economics. Megjithatë, çmimet shënuan një korrigjim të lehtë ditën e premte, pasi Reuters raportoi për një valë të re sanksionesh së SBA-s ndaj Iranit, të cilat nuk prekën drejt për drejt eksportet e energjisë. Brent ranë $77 për fuqi, por situata mbetet shumë e paqëndrueshme. Tregjet pritet të reagojnë sërish këtë javë në varësi të zhvillimeve të mëtejshme ushtarake dhe diplomatike në lindjen e mesme, ndërkohë që investitorët vlerësojnë rrezikun e një përshkallëzimi me ndikim global.